Kryesia e Vlenit u takua me udhëheqësit e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Takimi nisi me vonesë për shkak të kolonave të gjata në rrugën e mbingarkuar ku edhe ishte lokacioni i takimit. Në fakt, kjo ishte edhe një nga pikat kryesore të diskutimit. Rruga industriale e Vizbegut, e quajtur Hasan Prishtina, është në gjendje të rënuar dhe me vetëm 2 kursi vajtje ardhje. Ushtruesi i detyrës kryetari i Odës Nuhi Aliu tha se kanë marrë premtimin se kjo rrugë do të rikonstruohet. Arritëm, konsenzus bashkë me përfaqësuesit e Vlenit që me prioritet të jetë rekonstruimi i rrugës Hasan Prishtina si hapi parë, edhe mandej si hapi ditë jetë gjithashtu asfaltimi i rrugës së Kaçanikut të vjetër, rrugës Ansore, gjithashtu edhe këtu kishmi mirë kuptim, edhe gjithashtu këta e morën si obligim që në të ardhmen dhe japin maksimumin që këto 2 rrugë të funksionojnë ashtu si duhet, për arsye se ne jemi të vetëdijshëm se çfarë rrugë kemi, me çfarë problematika për çdo ditë ne ballafaqohemi. Nga ana tjetër, nga liderët e Vlenit Izet Mexhiti tha se përveç kësaj rruge, do të përmirësohen edhe kushte tjera infrastrukturore për bizneset shqiptare në zonat ekonomike të Sarajit dhe Tetovës. E lam parim ta bëjmë edhe një takim Oda Ekonomike Veriperëndimore me kandidatët e zgjedhur që të harmonizohen qëndrimet, po nuk ka shumë punë për t'i harmonizuar sepse Oda Ekonomike Veriperëndimore e përshëndet decentralizimin, e përshëndet që qeveria i mbështet fuqishëm komunat, kjo dhe harxhohen mjetet pra për projekte ekonomike dhe jo për përmendore dhe projekte ekonomike, dhe e dyta kjo është mundësi edhe për një infuzion për kompanit lokale, vendore, të cilët janë të vogla, të mesme, pra të cilët kryesisht punojnë në për komunat ku gravitojnë. Kujtojmë se rruga industriale e Vizbegut është arteria kryesore ndërmjet Shkupit dhe Prishtinës, që është me rëndësi të madhe për bizneset shqiptare të Maqedonisë që kanë shkëmbim të lartë tregtar me Kosovën. Aktualisht punimet po zhvillohen tek lokaliteti Mumin Potok të Unazës Mbiur që punohet prej kohës kur kryetar i Shkupit ishte Petre Shilegov. Prej tek ajo nyje deri tek lidhja me qarkoren e kryeqytetit, rruga që të shpihet drejt vendkalimit kufitar të Bllacës, akoma mbetet projekt i premtuar.